emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mimrama të ndëruar shikues kudo që na ndihni. Kosova ndodhe në prag të formimit të institucioneve të reja pas certifikimit të procesit zgjedhor të 9 shkurtit. Presidentja ende nuk e ka ftuar seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës, por ka thënë se këtë do ta bëj shumë shpejt. Ndërkohë, kreu i qeverisë në detyrë, nëse mund t'i themi tash, zoti Albin Kurti, ka shprehur, nëse mund ta them, vullnetin politik që kur të ftohet seanca konstituive, në të njëjtën ditë të zgjidhet edhe qeveria. Mund të bëhet kjo në pikpamje procedurale, si mund të bëhet etj. Është çështje për debat e diskutim edhe në ditët e javës në vazhdim. Nëse partia e zotit Kurti do të arrijë t'i bëj numrat e nevojshëm të koalicionit për të formuar qeverinë, por një çështje kushdo që e bën qeverinë vazhdon të jetë brengë e madhe, zbatueshmëria e ligjit në Kosovë, si kundër që procesi i vettingut mbeti çështje e pakryer, një projekt tepër jetik për Kosovën. Si u modelua të bëhet ky vetting për sistemin gjyqësor e prokurorial të Kosovës? A duhet të zgjerohet me tej ky model dhe për kategori të tjera të angazhuarve në jetën publike e kështu me radhë? Gjithë këtë kuadër të strukturës së çështjeve publike do t'i trajtojmë me Gëzim Shalin, specialist në Institutin e Kosovës për drejtësi hulumtues, më saktë, i cili thuajse tërë ditën, tërë kohën e ka vetëm këtë punë dhe merret me monitorimin, observimin, analizën e sistemit drejtësisë, se si mund të jetë një sistem më ndryshe dhe më funksional natyrisht për Republikën e Kosovës. Gëzim, faleminderit për kohën. Faleminderit vërtetën, kënaqësi. Këto ditë, dje pas dite edhe para ditës djeshme plasin një debat midis lëvizjeve të vendosje dhe LDK-s në frymën e ligjit po JP-s për vjedhjet votash të diasporës. U publikua, nëse mund të them, edhe ato mesazhe tabulacet nga mediumi reporteri.net. A ka arsye prokurori që sot të konfirmoj nisjen e hetimeve për këtë rast? Se keni parë ju? Në fakt do thotë që kjo temë do thotë nuk është e diskutuar për herë të parë mbron përmes publikimet atyre mesazheve që tregonin diskutimin e brendshëm partijak. Do thotë ka pasur edhe deklarime të tjera, ka pasur ankesa në këtë drejtim, është kërkuar anulimi gjithë procesit të votimit me postë e tjerë. Mirë po, ajo çfarë duhet theksuar tash janë dy çështje të ndara. Është çështja në kuptim të rezultatit zgjedhor, në kuptim të procesit zgjedhor, që tani më Gjykata Supreme nuk i ka aprovuar këto ankesa dhe për këtë arsye dhe është certifikuar rezultati. Si rrjedhoi, do thotë ky rezultat tani më është i certifikuar nga... A kanë qenë njëjtat, nëse mund ta them, çështjet të administruara dhe nga PZAP fillimisht edhe nga Gjykata Supreme? Fillimisht do thotë ato që kanë shku përmes ankesës në kuptim të rezultatit. Do thotë këto kanë qenë arsyet, çështja e mospërputhjes, çështje të tjera problematike të cilat thuhej se janë evidentuar dhe për këtë arsye kërkohej edhe anulimi i tërësishëm i procesit të votimit me postë, që normalisht kishte pas konsekuencat e veta për shkak se certifikimi i rezultatit përfundimtar do të mbetej peng i atij procesi. Mirë po që do të tash në kuptim të procesit zgjedhor brenda procesit, tani më kjo çështje ka përfunduar dhe që rezultati është certifikuar dhe duhet të procedohet tutje. Në kuptimin penal do thotë prokuroria në secilin rast kur ka dyshime të caktuara mund të hetoj dhe mund të zhvilloj hetime përkitazi me një vepër penale ndaj kryesve të caktuar. Edhe në këtë rast do thotë
nëse ka indicie të caktuara se votat dhe ky proces apo kjo formë e caktuar është manipuluar në një pjesë qoftë edhe në një votë të vetme, atëherë definitivisht se prokuroria ka mundësinë për të jetuar dhe për të proceduar tutje. Mirë po që duhet të theksuar një çështje që në secilin rast do thotë prokuroria duhet të vërtetoj plotësimin e të gjitha elementeve të veprës penale dhe nuk mjafton do thotë asnjë deklaratë, asnjë mospërputhshmëri e caktuar, për shkak se në rastin konkret kur e kemi rastin tek prokurori i shtetit, më pastaj është shumë e rëndësishme që të vërtetohet plotësimi elementeve të veprës të një vepre të caktuar penale në raport me kryesin specifik dhe jo në raport me mospërputhjet e procesit. Dy mekanizma vendosën PZAP dhe Gjykata Supreme. Në shumicën e rasteve, këto dy mekanizma vendosjes së drejtësisë, sidomos Gjykata Supreme ka vendosur ndryshe nga PZAP, paneli zgjedhor, vetëm në rastet kur ka pasur prova shtesë për çështjen që ka adresu një kandidat për deputet, një parti politike e të tjera. Ju si observues profesional i këtij përtej influencimit partijako politik, shihni më tepër breng politike apo prova materiale në gjithë këto tabulate? Fillimisht ndoshta ideja është që në aspektin procedural, nëse i shohim do thotë çështjen e pretendimeve për nevojën për ndërhyrje të prokurorisë dhe vlerësimit që ka bëu PZAP dhe Gjykata Supreme janë ndoshta çka ka objekt PZAP dhe Gjykata Supreme dallon prej asaj çfarë ka objekt prokurori i shtetit. Për shkak se PZAP dhe Gjykata Supreme e kanë si më thon objekt procesin dhe nuk janë të lidhur me ato se kush ka qenë një kryes i caktuar nëse eventualisht do të vërtetojë ndonjë keqpërdorim i caktuar. Në kuptimin politik nuk e di ndoshta se si do të komentoheshin këtu, mirë po ajo çfarë dua të them është se nëse eventualisht fillimisht do të më pas parasysh që edhe ky proces do thotë edhe pa rivotim të procesit të votave me post, ky proces ka zgjotur konsiderueshëm dhe që eventualisht nëse do të vendosej që kjo pjesë, kjo formë e votimit të përsëritet definitivisht do merrte jashtëzakonisht kohë dhe kjo më pastaj do ndikonte edhe në rezultat. Sa i përket formimit të institucioneve që e përmendëm buni përshtypje edhe në fillim. Duhet të theksuar faktin se aspekti i seancës konstituive është proces i ndarë nga qeveria. Tash, proceduralisht, e para çështja që është që duhet të ftohet seanca konstituive që po e presim do të këto ditë datën kur do ta jap presidentja. Në seancën konstituive, nëse Gjykata Kushtetuese nuk vendos për mas të përkohshme në ankesën e mirë po nuk e di lëvizjeve të vendosje. Nuk e di sa ditë janë bërë deri më tani dhe që ende nuk ka publikuar asgjë, bazuar edhe në situatat e kaluara. Kur ka pasur ankesa të kësaj natyre, Gjykata Kushtetuese nuk ishte vendosur mos të përkohshme, ka raste specifike, madje ka raste kur nuk ishte vendosur mos të përkohshme, mirë po që në fund do thot me aktgjykim do thot e kishte konstatuar shkeljen e kushtetutës përkitazi me një ankesë të caktuar. Në këtë situatë, nëse veç nuk kemi një mos të përkohshme, procesi nuk ndalet. Definitivisht procesi nuk ndalet, për shkak se ankimimi në Gjykatë Kushtetuese nuk është nuk hodhet të mjeteve të rregullta juridike, është mjet do të thotë i inicimit të vlerësimit kushtetues përkitazi me një akt të caktuar. Tash, në seancën konstituive janë 3 veprime komplet. Do thotë veprimi i parë është themelimi i Komisionit për verifikimin e mandateve dhe verifikimi i mandateve të deputetëve. Veprimi i dytë është betimi i deputetëve dhe veprimi i tretë, është konstituimi i kuvendit në kuptim të zgjedhjes së kryetarit të kuvendit dhe nënkretarëve. Dhe vetëm pasi të zgjedhet kryetari dhe nënkretari, atëherë hapet rruga për të hyrë në një proces tjetër. E që hyrja në proces tjetër kërkon një vendim të ri të presidentës për caktimin e mandatorit që në rastin konkret duhet të vijë nga partia e parë. A mund të brenda një dite të mbahen 2 seanca?
Eventualisht do të thotë nëse shohim Siç ka pritje ta zëm zoti Kurti që ta zgjedhim ta konstituojmë vendin, e njëkohësisht në të njëjtën ditë ta formojmë edhe qeverinë. Fillimisht në mungesë të koalicioneve, eventuale nuk bën të kushtozohet konstituimi i kuvendit. Kjo është, nuk dua të besoj se do ndodhë diçka e tillë. Definitivisht nuk dua të besoj që do ndodhë diçka e tillë. Dhe fatkeqësisht ideja është që kemi qartësuar edhe më herët, është se nëse eventualisht partia por fituese nuk e propozon kandidatin e vet për kryetar të kuvendit, Tu mund të jetë hileja thu e para. Tash këtu është një fal vakumi. Për shkak se po kufizohem në ato çfarë po them, sepse nuk po dua as me besu që ka ndodhur një situatë e tillë definitivisht jo demokratike në kuptim të sabotimit formimit të institucioneve. Dhe të paktën dua të besoj se nuk do ndodhë. Mirë po, duhet të theksuar që në kuptim të mos propozimit të kandidatit, fillimisht nuk kemi pasur rast të tillë më herët që ka vendosur gjykata kushtetuese. Dhe për këtë arsye do thotë, nëse kjo ndodh, atëherë definitivisht se kërkohet një interpretim i ri nga ana e gjykatës kushtetuese. Tash, përkundër faktit që kushtetuta nuk ka një normë specifike që tregon se çfarë ndodh në këtë situatë, ne mund të bazohemi edhe në praktikën që gjykata kushtetuese ka ndërtuar në rastet e tjera. Për shembull tek rasti kur zotri Hoti ishte zgjedhur kryeministër, kishte marrë mandatin nga ish-presidenti për të formuar qeverinë, gjykata kushtetuese në atë rast kishte deklaruar se presidenti duhet pret brenda një afati të arsyeshëm për dërgim të kandidatit për kryeministër dhe kjo pritje nuk mund të jetë pafundësisht për shkak se kushtetuta duhet të interpretohet në drejt qëllimit për funksionim adekuat institucional Dhe demokratik. Dhe mirë po që fatkeqësisht situata të tilla e prolongojnë funksionimin e institucioneve dhe definitivisht tregojnë një kulturë jo demokratike. Dhe për këtë arsye nuk dua si gjatë edhe zhvillimeve politike që kanë ndeshën edhe me kuadrin ligjor kushtetues. Duke që problemi në esens nuk është as kushtetuta dhe as po ligjet që ka Kosova, është vullneti politik. Mbase egot e establishment partijako politik, se si të akomodohen në pozita pushteti. Në fakt po, ideja është që demokracia kushtetuese kërkon edhe një kulturë kushtetuese. Tash për shembull po përmendë një fakt kras formimit të institucioneve që pothuajse si debat kushtetues do përsëritet në çdo cikël zgjedhor. Për shembull tash ne kemi një gjykim nga ana e gjykatës kushtetuese që e ka obliguar kuvendin që ta ndryshoj ligjin për pagat për pagat në sektorin publik, në atë mënyrë që ta adresoj çështjen e përvojës së punës, që e kishte ulur nga 0.5 në 0.25 dhe gjykata kushtetuese obligoi kuvendin që ta kthejë të paktën në 0.5. Kuvendi kishte afat deri në gusht 2024 dhe këtë obligim nuk e ka përmbushur. Nuk parlamentohet do thotë në një demokraci, para se dolim tek procedura se si zyrtarët publik do të realizojnë drejtat. Nuk parlamentohet në një demokraci kushtetuese në një vend ku sundon ligje që të avokohet për implementim të gjykimeve të gjykatës kushtetuese, të cilat janë ekuivalent me normën kushtetuese. Kjo definitivisht është e pazakon dhe kjo është arsyeja pse po them se për të gjitha kërkohet edhe një kulturë kushtetuese në jetën institucionale. Tash kuptohet kjo situatë cilën e përmenda, nëse nuk adresohet menjëherë nga legislatura ardhshme, definitivisht se kome i kushtu do thotë edhe buxhetit të Republikës së Kosovës. Se keni trajtuar me fokus të veçantë gëzim këtë çështje të koeficientit, konsekuenca financiare, ligjore që ka gjithë sistemi. Tash mbos zgjedhjeve tona, përmes kësaj dispozite preken përmbi 90.000 zyrtar publik. Fakti që nuk ka vendosur, nuk e ka adresuar këtë gjykim gjykatës kushtetuese kuvendi deri më 1 gusht 2024, të gjithë zyrtarëve publik tani ju ka lindur e drejta që të parashtrojnë padi në gjykatë. Nëse kjo ndodh, nëse zyrtarët publik thjesht obligohen që të drejtën e tyre, të cilën nuk po marrin nga kuvendi, ta marrin përmes gjykatave, e kollapson shteti. Atëherë do të kollapsohet fillimisht sistemi i drejtësisë për shkak se do të ketë mbi 90 milion të reja. Imagjino. Do të thotë për shkak të mospërmbushjes së
obligimeve sipas kontratës kolektive, çështës pensioneve etj, jemi në një situatë ku numri i londëve civile tani më është trefishu. Në fund vitit 2018 i kemi posur rreth 42.000 londë civile të pasgjidhura, në fund të vitit 2024 i kemi posur për 120.000. Vazhdimisht do të thotë strategji kërkesë ka qenë ulja e numrit të lëndëve. Tani më kjo mënyra se si po veprojnë institucionet publike, institucionet administratës shtetit, tani më ja ka humbur kuptimin edhe planifikimit. Vendi vendos një aktgjykim gjykatës kushtetuese për koeficientin të mos e vënë në funksion të zbatimit. Definitivisht do thotë gjykata kushtetuese edhe i ka dhënë afat deri me cilën do të obligohesh ta adresosh këtë çështje deri me një gusht dhe ka thënë që zbatueshmëria do të jetë nga do tani shkurt. Do thotë është nevojitet një nembre, dhe një nen, do thotë plotësohet dhe ndryshohet ky nen 0.25 bëhet 0.5. Po shkon 90 milion gjykata, sistemi kollapson. Dhe a di çfarë është edhe një çështje tjetër, që përkundër faktit që shteti tash ka më obligu me pagu këtë diferencën, ka më obligu me i pagu edhe shpenzimet procedurale. Administrative, po. Taksat gjyqësore, avokatë etj. Në bazë të kalkulimit tonë, do thotë, pa llogaritur shpenzimet eventuale për përmbarim dhe pa llogaritur kamotën ligjore, dëmet që i shkaktojnë buxhetit janë rreth 35 milion euro. Imagjino. Do thotë për çështën e një vullneti politik, pse nuk kishte vullnet politik objektivisht për ta zbatuar një vendim gjykatës. Të gjykatës kushtetuese që po i theksoj, asnjë konsekuencë mos me pas. Nuk është në rregull që në një demokraci kushtetuese në një vend ku sundon ligji të diskutohet për zbatim të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Për shkak se është do thotë çfarë kushtetuta? Kushtetuta është ajo çfarë gjykata kushtetuese thot për të. Sepse është interpretuesi i kushtetutës, dhe gjykimet e saj janë ekuivalente me kushtetutën. Kene qenë një zë i fortë avokus për drejtat e 90.000 punëtorëve, duke marrë pjesë aktivisht në debate publike, duke avokuar në çdo vend ku keni pasur mundësi dhe çësje, zoti Çalas, Instituti i Kosovës për drejtësi. E pas së fundit dhe një debat replik nga distanca për çështjen e shtesave për policët, ishte një çështje, një vendim që ishte marrë. Zoti Ministri i Financave në detyrë tash Murati thotë se si keni menduar mirë kur I keni ndarë mjetët, çfarë po ndodh më këtu? E ke idenë? Fillimisht do të më theksu faktin që ligji për pagat ka pas do të thotë një sër problemesh që fatmirësisht disa prej tyre I ka eliminuar gjykata kushtetuese. Do të thotë kategorive të caktuara u janë ulur pagat. Ka pasur paqartësi, do thotë vetë ligji do thotë nuk e përcakton çështjen e koeficientit. Tani më e patëm ngritjen e pagave jo përmes vlerës nominale të koeficientit, por përmes rritjes së vetë koeficientit. Dhe do thotë kjo situata që ka kriju këtë kaos. Tash një çështje tjetër është se ka qenë një dispozit në ligj që I ka shfuqizuar gjitha vendimet, gjitha çështjet të cilat kanë rënë desh me ligjin për pagat në sektorin publik. Tash gjykata kushtetuese ka thënë që ajo dispozit nuk vlen për shkak se një dispozit e tillë generalizuar nuk vlen. Janë shfuqizuar sipas gjykatës kushtetuese vetëm ato ligje ato akte të cilat I ke përmendur specifikisht, mirë po jo të gjitha të tjerat. Mirë po tash kur flasim për një situatë që janë mbi 90.000 zyrtar, atëherë duhet theksuar faktin se konsekuencat në terren më pastaj janë shumë të mëdha. Dhe kjo është edhe arsyeja pse duhet të planifikohen dhe të adresohen mirë. Dhe do thotë në këtë situatë më pastaj krijohen edhe kësi situatash dhe normalisht secili grup. Agjencitë buxhetore ishte dashur me komuniku dhe me mirëmbajt komunikimin vendimarrjen e përbashkët në mënyrë që të mos kemi kësi situatat dhe të krijohet përshtypja që policëve po ju jepen shtesat, atyre po ju bëhet e padrejtë, etj. Një lloj konfuzioni I pazakontë. Definitivisht që në instancë fundit shkon në cenim të sigurisë juridike. Sakt. Siguria juridike nuk është as më pak as më shumë se sa parashikueshmëria e çështjeve, dhe në momenti kur nuk ke mundësi me parashiku situatët, nuk ke mundësi me parashiku pagën, kur ka do thot ligjet që ta ulin pagën, që ta ulin vlerën e pagesës për përvojë të punës që ke pas, kjo definitivisht është cenimi I sigurisë juridike dhe që është shembulli më I keq I ligjbërës që definitivisht nuk duhet të ndodhë. Kur
në secilin rast do të thotë duhet pasur kujdes kur draftohen ligje të caktuara, që fatkeqësisht e kemi parë që në disa raste Ka konflikt, shpesh edhe njëri ligj me tjetrin mbase. Po tash jo vetëm konflikt, tash për shembull edhe ka konflikt për shembull, po ndodh për shembull që ka dhe situatë kur krijohet edhe zbrasi. Për shembull ka qenë në rastin kujtohet tek ligji për gjykatën komerciale. Para se të themelohet gjykata komerciale, lëndët janë trajtuar nga Departamenti për Çështje Ekonomike në gjykatën themelore në Prishtinë, dhe kur është kur është miratuar ligji për gjykatën komerciale, është shuar Departamenti për Çështje Ekonomike. Mirë, po tash ka pas një afat në mes miratimit ligjit deri në momentin kur funksionalizohet gjykata komerciale. Mirë, po ligji thoshte që Departamenti për Çështje Ekonomike shuhet në momentin kur hyn ligji në fuqi. Dhe që i bie që kjo hapësirë ka unë mbeti e pambuluar. Bojnë ligje, a që s'kan vullnet, se jeni aktivisht, po thëmë, përfshim monitorim të thuj se çdo ligji aty. Ka disa faktorë, nëse mundemi me i përmbledh. Besoj që e para është që edhe draftet të cilat vinë, nuk e di pse, mirë po definitivisht në shumë raste vinë drafte jo cilësore, që do të thotë nëse i shoh pa asnjë tendencë pse ka ndodhur kjo, drafti është jo cilësor. Po ju pyes si profesionist. Po shoh për shembull tek strategjia kundër korrupsionit. Kosova nuk ka strategji kundër korrupsionit. Dhe i kemi parë draftet të cilat kanë ardhur vazhdimisht. Për shembull ndodh që në draft thotë që kjo situatë duhet të adresuar njoftimi i palëve nga prokurori i shtetit e tjerë mos hyj në detaje, dhe ato situata që aty thotë në strategji që planifikohet të adresohen, ato veç se janë në ligj, ato janë të miratuara. Do thotë draftet janë të tilla. E dyta është se kjo qeveri do thotë ka pas një farë arrogancë në raport me komentet të cilat i ka pranuar. Dhe do thotë nëse flasim për shembull tek ligji për paga, të gjitha çështjet që i ka thonë gjykata kushtetuese i kemi thënë paraprakisht si KD, kemi dërguar edhe qeverisë, edhe deputetëve, mirë, po definitivisht askush nuk ka reflektuar. Kjo ka ndodhur në shumë situata tjera që nuk ka reflektuar përballë komenteve të pranuara ku ishte evidentuar shkelja e kushtetutës, dhe më pastaj do thotë nuk ka pasur as llogaridhënie në këtë drejtim, mirë, po thjesht ka pasur sulme kundër kushtetuese në raport me gjykatën kushtetuese, duke ju thënë deli në zgjedhje tjera. E kemi për shembull tek rasti i Këshillit Pavarur Mbikëqyrës për shërbim civil, që e kemi thënë vazhdimisht që kjo çështje është kundër kushtetuese dhe është kundër gjykimit që gjykata kushtetuese kishte vendosur më herët. Nuk e kanë adresuar gjykata kushtetuese gjetë shkelje në atë ligj. Njëjtë është situata për shembull edhe me ligjin për Komisionin e Pavarur të Mediave, i cili tash është duke u shqyrtuar nga ana e gjykatës kushtetuese. Do thotë janë çështje të qarta, mirë, po që fatkeqësisht ka një arrogancë ndaj komenteve të pranuara dhe ka një shpërfillje të hapur në raport me kushtetutën. Kryetema dhe kryediskutimi me gjatë do të jetë si të bëhet një model vettingu që do të jetë në frymë dhe gjerë me filozofi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Pati disa përpjekje, u shoqëruan ato përpjekje, ato drafte me komente për kundër jo po na shantazhoni, thoshte Albolena Haxhiu, i thoshte opozitës, po i druani byrosë së sigurimeve tjera. Në ndërkohë duke se u kriju një terren ku mos paku zërat racional kishin hapësirën e vet për të reflektuar, po që ndodhi një situatë të tillë. A do duhej shalat ishte prioritet që në ditët të para kjo çështje që të sigurohet Republika e Kosovës për një sistem vettingu që mbron të drejtat dhe liritë e njeriut dhe që është në frymë e gjermë të kushtetutës, natyrisht duke e shtruar si domosdoshmëri llogaridhanin për këtë dhe jo vetëm për gjyqtarët e prokurorët e kështu me radhë. Fillimisht duhet me theksu që qysh e kemi thonë tash mbi një dekadë KD është e bindur se zgjidhja adekuate për sistemin e drejtësisë është zhvillimi i një procesi të vettingut. Për çfarë ndodh procesi i vettingut? Procesi do thotë secili sistemi gjyqësor dhe sistemi prokurorial, në secilin vend botës ka mekanizmat e vet të kontrollit. Do thotë që janë një numër i madh i gjyqtarëve dhe prokurorëve, dhe që sistemi do thotë kujdeset që
eventualisht është vetë rregullues, dhe që eventualisht një gjyqtar, një prokuror, kur bën sjellje të pajishme, kur shkel ligjin e tjerë, janë mekanizmat e kontrollit të brendshëm, të cilat mosat e të cilëve krijojnë llogaridhënie. Fatkeqësisht do thotë deri më tani këta mekanizma në sistemin gjyqësor dhe prokurorial kanë dështuar, dhe veçanërisht në sistemin prokurorial për shkak të korporatizmit të funksionimit brenda këtij sistemi. Tash çka është ideja e vettingut? Ideja e vettingut është që me e kalu përkohësisht çështjen e kontrollit nga sistemi gjyqësor, jashtë sistemit gjyqësor dhe jashtë sistemit prokurorial në atë mënyrë që të filtrohen mekanizmat e llogaridhënies brenda sistemit gjyqësor dhe sistemit prokurorial dhe pas procesit të vettingut sistemi i kthehet normalitetit. Tash, fillimisht ka pas një premtim të qeverisë që vettingu do të bëjë ndaj gjithë gjyqtarëve dhe gjithë prokurorëve. Në Komision të Venecias, qeveria nuk ka arritur që ta dëshmoj nevojën për zhvillim të gjerë të vettingut ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve. Dhe Komisioni i Venecias e ka reduktuar vetëm në nivel të kryetarëve të gjykatave, kryeprokurorëve dhe anëtarëve të Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës. Tash, ne kemi një rrugë pothuajse të trasuar, për shkak se edhe draft amandamentit kushtetuese kanë marrë dritën e gjelbërt për miratim nga ana e gjykatës kushtetuese. Zhvillimi i këtij procesi të vettingut në këtë situatë në të cilën jemi, ideja është se nuk është asnjë proces, si të themi, i rënduar, për shkak se nuk ndikon në administrimin e drejtësisë. Kryetarët e gjykatave dhe kryeprokurorët parimisht nuk zgjidhin lëndë dhe nuk ndikohet, do thotë, administrimi, efikasiteti i rrosteve. Do thotë sistemi funksionon, do thotë për shkak se në Shqipëri ka qenë një problem se për shkak se disa kanë vënë ndërheqje, disa janë larguar përmes vettingut e tjerë, ka ndodhur një situatë, do thotë, që gjykatat të caktuara, institucionet të caktuar janë paralizuar dhe nuk kanë pasur mundësi të funksionalizohen për një kohë të gjatë. Në kuptim të këtij procesi të vettingut të pjesshëm, kjo situatë nuk ndodh. Për këtë arsye është një proces më lehtë i menaxhueshëm. A është prioritet të bëhet kjo? A mund të bëhet shpejt? A shihni se mund të bëhet shpejt? Fatkeqësisht, në kuptimin juridik, përkundër këtyre veprimeve të marra, në kuptimin juridik, procesi i vettingut nuk ka filluar asnjëherë. Jo. Për çfarë arsye? Për shkak se gjykata kushtetuese nuk ju ka dhënë fuqi juridike amandamenteve kushtetuese. Gjykata kushtetuese ka thënë që këto amandamente kushtetuese me përjashtim të dy fjalëve në të dy rastet, ka thënë që gjykata kushtetuese ka thënë që këto amandamente kushtetuese mund të miratohen nga ana e kuvendit. Mirë, por që të njëjtat nuk kanë miratuar asnjëherë. Dhe aktualisht ne nuk kemi bazë kushtetuese për zhvillimin e procesit të vettingut. Dhe që na çon kanë ndryshim kushtetues, kanë një nevojë konsenzusit gjerë politik? Definitivisht po, duke përfshirë edhe pakicat. Për shkak se ndryshimi kushtetues kërkon edhe 2/3 në shumicë dyfeshku kërkon edhe 2/3 e komuniteteve jo shumicë në kuvendin e Republikës së Kosovës. Dhe tash në këtë situatë në cilën jemi, definitivisht se prioriteti do të mu reflektuar. Po ndëgjua ministrin Haxhiu, ajo thotë, është mbase politikane, thotë se s'mund ta ndalni askush. Unë nuk e di kush i ka ndalë që ta bëjë një vetting në frime germ të kushtetutës për 4 vite. Edhe tani, thotë se nuk mund të na ndalni që ta bëjmë byron, që t'ja konfiskojnë pasurinë e vjedhur e tjera. Si shihni? Do thotë byroja njerë ka ro në gjykatë kushtetuese. Sakt. Mirë, po para se të bie në gjykatë kushtetuese, ka pasur edhe disa opinione, një opinion të Komisionit të Venecias që kishte gjetur një mal me shkelje, nëse mundi me e thonë kështu. Për këtë arsye do thotë ky procesi i draftimit të ligjit për byron, ka pas konsekuencat dhe ka pas problemet e veta rrugës. Është problematike, do thotë, kur me një institucion që nga i cili do të kërkohet që të jetë i pavarur, është pak problem edhe në diskursin publik nëse kërcënohet opozita, aktor të caktuar me atë institucion. Për shkak se është rreziku që do të humb besimi i publikut në institucionin përkatës. Edhe nëse byroja do të jap rezultatet e veta. Nëse eventualisht
shohim do që fatkeqësisht po shohim deklarata të tilla vazhdimisht, atëherë është rreziku që byroja të perceptohet si diçka politike, e që definitivisht nuk duhet jetë, sepse kjo byro duhet që ta ketë pavarësinë e saj të funksionimit dhe që normalisht do thotë rastet më pastaj do trajtohen rastet e saj do trajtohen nga gjykata. Mirë po që nuk duhet që të japin ngjyrimin politik që qytetarët besojnë se kjo është një byro politike dhe jo një byro që i shërben interesit publik. Realisht, a pritni që të ndodhë ky proces pas bërjes së qeverisë, nëse bëhet qeveria? Aktualisht ligji për byron është duke u shërtuar nga ana e gjykatës kushtetuese. Kam bërë si zyra avokatie më këta gjykatën kushtetuese, e kam të paqartë. Për çështjet e problemeve politike. Në fakt a kanë kuadër ligjor këta, konsultohen me juve edhe kur të bëjnë ligje shala apo jo? Jo vetëm kjo legislaturë, po flas po edhe për legislaturat ose qeveritë më përpashme. Nuk është që s'ka edhe shoqëria civile kuadër të përgatitur. Absolutisht ka me kompetencë profesionale për të bërë ligje. Ideja është që formalisht ftohemi dhe marrim pjesë në grupe punuese dhe normalisht në secilin rast kur publikojnë projekt ligje të caktuara, dërgojmë komentet si Instituti i Kosovës për Drejtësi. Mirë po, ideja është që është kjo një lloj arrogance në raport me komentet e pranuara, të cilat nuk shurtohen dhe nuk adresohen. Dhe më pastaj do thotë kjo po na sjell deri te kjo situatë. Tash është shumë e vërtetë që një numër i madh i ligjeve kanë shkuar në gjykatën kushtetuese. Mirë po, as ka qenë shpërfillja e madhe në raport me kushtetutën, saqë tash ka ligje të cilat janë kundër kushtetuese, mirë po që nuk janë konstatuar nga gjykata kushtetuese si të tilla, për shkak se askush nuk i ka dërguar. Për këtë arsye do të në secilin rast normalisht edhe rastin e zonës Daka që nuk u dërgua, kur e njëjta u shkarkuar. Definitivisht po. Është vlerësuar nga shoqëria civile dhe nga jo që ka elemente të bazuara që ndaj saj është shkelur kushtetuta. Po s'kan kalu disa vjetë që nga rastat tash e kujtova. Edhe në atë rast do thotë ideja ka qenë që është kërkuar të veprohet nga ona fillimisht nga ona e avokatit të popullit. Ideja dhe në atë rast ka qenë do thotë që zona Doka ka pasur një vot në kuadër të një organi kolegjial. Do thotë nuk i ka marrë vendimet si e vetme. Ndaj vendimeve të saj do thotë ka pasur drejt ankese etj. Mirë po që thjesht ka qenë një vendim politik dhe ai vendim do thotë ka shkuar në atë formë dhe ka mbetur në fuqi për shkak se nuk është vlerësuar nga ana e gjykatës kushtetuese. Njëherë për shembull kemi pasur situatën me Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, që e kanë marrë agjencinë do thotë nga një institucion i pavarur kanë funduar në Ministri i Drejtësisë dhe Agjencia për Ndihmë Juridike Falas është institucion që Ajo kanë thirrur ndonjëherë për t'ju konsultuar. Për Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas jo, do thotë vetëm për ndaj gjë kështu seriozisht për t'ju konsultuar. Sepse tash nuk ka kontingjent njerëzve të gjithëvishëm, edhe po të jenë ata në qeveri. Nuk e di, do thotë për shembull, çosin jo bashkëpunues, për shembull kemi pa edhe te procesi deklaratës së përbashkët të zotimeve. Do thotë që Ministri i Drejtësisë bashkë me kryesuesin e KGK-s, atit KPK-s, kryetarin e Gjykatës Supreme dhe ushtruesin e detyrës të prokurorit të shtetit, në shkruajtën një deklaratë përbashkët që thanë reformën e drejtësi do ta bëjmë së bashku. Dhe që përfundoi e vetme, për shkak se edhe Këshilli sistemi gjyqësor, edhe sistemi prokurorial u tërheqën nga deklarata, nga procesi, tonkon betej ka pas midis Haxhiut, zotit Kurti. Definitivisht kjo është ka shpije kjo. Kjo është përdorim për qëllime elektorale, kjo është cenimi kushtetues, kjo është një kulturë negative që krijohet. E diskutuam edhe para se me hy në emision. Çështja e sistemi drejtësi, sistemi prokurorial, sistemi gjyqësor nuk janë sisteme shumë dashura për popullin, nuk janë sisteme popullore. Në fakt nuk zgjidhen me referendum popullor. Nuk zgjidhen me referendum, fatmirësisht nuk zgjidhen me referendum popullor dhe do thotë në gjykatë gjithë dikush del i paknoshëm, prokurori shumica dërmuese dalin të Ndërsa politikan nga rendin për popularitet. Për popularitet do thotë ta nuk e bëjnë betejën për popularitet, betejën për zbatim ligji. Definitivisht, sepse nëse nga rendin për popularitet atë nuk ka zbatim të ligjit. Dhe nëse
i vërsulesh do thot sistemit të drejtësisë, definitivisht se kemi cënuar ata pak besim çka është në sistemin e drejtësisë. Mos harrojmë se si rezultati kësaj qasje sot kemi në shesh emra të gjyqtarëve dhe të prokurorëve të sulme personale që janë cilësuar pa asnjë bazë si tradhtor dhe që definitivisht do thot e kemi parë do thot një përdorim të në mos të prokurisë gjatë fushatës zgjedhore, nuk kam se të dalin prokurorët me datën 10 shkurt, realisht ata dolin në punë. Mirë po e kemi ta situatën tjetër që thot nuk shkojnë me dëshmu le të vinë ata. Si vlerësoni me në shembull nuk e di po as nuk po mund ta përblendsojmë si rrethon jo normale, po jo dhe pa zakon, por totalisht e papranueshme. Ajo që ka kërkohet prej një qeveri antikorrupsion, nëse mundemi me thonë, është që me bashkëpunu me institucionet e sistemit të drejtësisë, me suportu institucionet e drejtësisë për atë sa kanë mandat, dhe në mënyrë proaktive me e cilësu si një institucion të domosdoshëm normalisht dhe me suportu ata. Fatkeqësisht ne ka ndodhe e kundërta. Në shumë raste do të thotë kur kemi parë aksione të prokurorisë në një vend ku sundon ligji, pritet vendimi i gjykatës. Për shkak se edhe prokuroria nuk është e plot fuqishme. Edhe vendimet e saj vlerësohen nga gjykata, atakohen nga palët e tjerë. Do thotë e kanë rrugën e vet juridike, ndërsa në rastin tonë do thotë shohim se a det dalin dhe thonë që kjo është prokuroria, kjo është kundër neve, kjo është e kapur, kjo është e tjerë. Dhe tash në këtë situatë do thotë e kemi tash kur vim deri tek ajo situatë që për çka diskutojmë që kryeministri po ftohet për të marrë në pyetje në cilësinë e dëshmitarit në një rast të caktuar dhe bëhet do thotë gjithë ky diskutim pse duhet shkoj, pse duhet mos shkoj. Thjesht ka ardhur një ftesë nga ana e institucioneve të sistemit të drejtësisë dhe që në një vend ku sundon ligji, definitivisht se është i pakonceptueshëm një debat i tillë, fatkeqësisht. Ka zgjidhje që të mos shkoj? Në fakt, ligjërisht, ideja është se në momentin kur nuk vije, do thotë gjykata cakton një gjobë në ka procedurën e konsumimit. Deri në 250 euro dhe më pastaj nëse përkundër kësaj prap nuk i përgjigjet, atëherë do thotë atëherë urdhëron burgosin e tij e cila mund të jetë deri në një muaj. Si u ndikua gjithë sistemi i prokurorisë, meqense në krye të këtij institucione nuk pati për sa 4 vite apo? Nga 2022 3 vite. 3 vite krye prokuror me mandat të plot. Në fakt ka përgjegjësi zonja Osmani për të? Në fakt nuk shoh përgjegjësi tek zonja Osmani, përgjegjësia ekskluzive në rastin konkret i takon sistemit prokurorial përkatësisht specifikisht Këshillit Prokurorial të Republikës së Kosovës. Fillimisht, çështja nëse e shohim do të thotë si proces, të cilin e kemi monitoruar. Nuk është asnjë rrethon problem emri askujt. Problemi është procesi. Procesi ka qenë jo emri, por procesi. Definitivisht se jo. Do thotë ka qenë procesi që ka qenë një proces jo transparent, ka qenë një proces do thotë në cilin nuk është kuptuar pse dikush është pointuar kështu dhe pse dikush është pointuar ashtu. Ka qenë një proces do thotë që ka pasur një trajtim selektiv të kandidatëve dhe do thotë procesi në përgjithësi. Po ajo është Këshilli Prokurorial, thonë. Këshilli Prokurorial i Kosovës që nuk ka arrit me e garantuar një proces transparent, objektiv, meritor, nga i cili del emri për kryeprokurorin e ri të shtetit. Edhe në rastin e Këshillit Prokurorial të Kosovës, në momentet e para, kemi dalë me reagime, kemi dalë me punime, me raport të monitorimit dhe kemi treguar se cilat janë problemet dhe kemi kërkuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës që procesin ta kthejë në pikën 0. Në pikën 0 dhe që të garantojë një proces meritor se çfarë duhet bëhet, çfarë duhet mos bëhet. Për shkak se aty problemet do thotë fillonin qysh herë, do thotë qysh në kuptim të konceptimit të gjithë procesit. Dhe që definitivisht nuk i kanë marrë parasysh askush nga Këshilli Prokurorial i Kosovës këto çështje, dhe më pastaj çështja u zvarrit
fillimisht do të thotë derisa erdhi në vlerësim i gjykatës kushtetuese, më pastaj rasti ndodhi si ndodhi u kthyn në gjykatën shkallës ponë, dhe shkojnë në gjykatë kushtetuese, dhe tash presidenti i Republikës së Kosovës normalisht se është në kuadër të kompetencave të saj, që shkelje të tilla kushtetuese për procese kaq të rëndësishme, nga të cilat del emri për kryeprokurorit i shtetit, ajo nuk duhet lejohet që të kalojë. Dhe ka qenë një veprim i mirë në kuadër të kompetencave të saj që nuk e ka kaluar këtë vendim mirë, po e ka kthyer në Këshillin Prokurorial të Kosovës, duke kërkuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës që ti adresoj këtë problem. So prokuror të mirë i do në Kosovës për ta pastruar habitatin nga prezenca, ta them ashtu, e krimit nivelit nalt, krimit inteligjent, pastrimit parave e tjera, çështje që e prekin në sens shtyllat e shtetit. Para se më dolte ajo, tek çështja e kryeprokurorit, dhe fatkeqësisht do të peja asoj ditë deri sot, rosti pret në Këshillin Prokurorial të Kosovës, dhe nuk kanë zhvilluar asnjë proces tjetër. Thjesht i kanë thonë në farforme me kryen e si presidentës, kjo është emri ynë. Dhe do thotë kanë dërguar emrin e njëjtë pas zhvilluar ende proces dhe procedurë, dhe është pikërisht Këshilli Prokurorial i Kosovës, aq që vendin e ka lënë tash disa vite pa kryeprokuror të shtetit. Në raport të pyetjen tënde, ideja është që definitivisht a mjaftojnë 10 prokuror si duhet, po them, edhe pse janë ka të definitivisht se janë, dhe definitivisht se Kosova shumë të zot. Definitivisht se Kosova ka prokuror shumë të zot, shumë profesional, shumë përkushtum dhe me integritet të pakontestum. Problemi tek sistemi prokurorial i Kosovës është korporatizmi i sistemit prokurorial të Kosovës dhe është riciklimi i personave të caktuar brenda sistemit prokurorial të Kosovës. Po e shpjegoj do thotë në aspektin si e ka shpjeguar Komisioni i Venecias dhe më pastaj cilat janë gjetjet tona praktike, si funksionon praktikisht. Komisioni i Venecias ka thonë që Këshilli Prokurorial i Kosovës përbëhet nga 13 anëtar. 10 prej tyre janë prokuror. Shumica e tyre janë prej prokurorive më të larta. Që i bie se prokurorët janë të prirur për ta mbrojtur njëri tjetrin. Për të bërë avokat zë Për të bërë zë avokus. Dhe veçanërisht do të votojnë ashtu siç votojnë prokurorët që vinë nga instanca më të larta. Pse nuk ndryshoi kjo strukturë? Tash, aktuale herën e parë ka dështuar në gjykatë kushtetuese, për shkak se gjykata kushtetuese ka shpollur si kundërkushtetuese. Tash reforma tjetër, ligji tjetër për reformën në Këshillin Prokurorial të Kosovës është duke pritur vlerësimin nga gjykata kushtetuese. Si funksionon kjo në terma praktik? Në terma praktik funksionon që disa emra parafërsisht të njëjtë sillen me dekada në sistemin e drejtësisë, në sistemin prokurorial, më fal. Do thotë një herë kemi anëtar të Këshillit Prokurorial të Kosovës, tani e kemi kryeprokuror, më pastaj e kemi tërkohën në pjesë saktësisht do thotë ka një mënyrë të funksionimit, një rrethi vicioz që nuk i lën këta 10 prokurorë tonë që po i përmendim, që nuk i lën do thotë me u fut aty, dhe më pastaj nuk ka transparencë, nuk ka llogaridhënie. Dhe përkundër problemeve të theksuara që i ka sistemi gjyqësor i Kosovës dhe sfidave të vazhdueshme që i ka, tani më sistemi gjyqësor i Kosovës ka avancuar konsiderueshëm në raport, definitivisht se po, konsiderueshëm në raport me sistemin prokurorial të Kosovës. Ka dhe njësër problemesh, ne kemi kritikat vazhdueshme. Për prokurorin, për të organi akuzës që është njëra prej palëve në sistemin e drejtësisë, se pala tjetër është trupi mbrojtja. Edhe mbrojtja, po. Këta janë me rëndësi të kenë ekspertizën e duhur edhe për krimet ndryshme financiare, të kenë shkollimin adekuat, përvojën adekuate, ku ta diun edhe guximin që është element shumë i rëndësishëm, edhe vullnetin, dedikimin për punu për atë punë dhe për asnjë gjë tjetër. Këta 10 prokurorë thuaj janë sistem. Këta nuk kanë hapësinë se një grup i prokurorëve i ka kap sistemin. Po, ka mekanizm ligjor për me të shkap sistemin. Ligjerisht, po thëmë. Ligjerisht është reforma Këshillit Prokurorial të Kosovës, që supozohet që përbërja Këshillit Prokurorial të Kosovës meron nga 13 në 7 anëtar. Edhe abon ata këtë mos më konë prokuror. A do të ketë prokuror? Jo, Komisioni Venecias thotë që do të me posë një shumicë jo letë të kalueshme, për e ligjin. Po dikush që është një civile aty me ekspertizë. Aktualisht 3 janë të sipas
ligjet që është duke pritur vlerësimin nga ana e gjykatës kushtetuese, 3 do të jenë të jashtëm, 3 do të jenë të jashtëm, të cilët nuk do të jenë prokuror, 3 do të jenë prokuror dhe do të jetë kryeprokurori i shtetit sipas detyrës zyrtare. Prapse do thotë në farshumicë 4-3 ka prokuroria. Mos më kon kryeprokurori i Këshillit Prokurorial, kryeprokurori. Në fakt tash kjo çështje e diskutueshme, Komisioni i Venecijës kishte rekomanduar që me qenë ose me qenë për shkak nga ato zërat avokuese dhe ato avokimin që mund bëjnë. Në fakt qëndrimi do thotë ka ardhur do thotë për shkak të nga ana e Komisionit të Venecijës që ka rekomanduar. Gjoja se është kriju i prokurorit të shtetit, jo i Këshillit Prokurorial të Kosovës, për shkak se sistemi prokurorial e ka Këshillin Prokurorial të Kosovës si menaxher dhe prokurorin e shtetit me 3 nivele. Dhe për këtë arsye do të ka thënë që se duhet të jetë anëtar pa të drejtë vote ose anëtar me të drejtë vote dhe tashni pa në projekt ligjin e ri është lënë si anëtar me drejtë vote. Mirë po do thotë tani më është krijuar një farë kulture e pamtëshkueshmërisë dhe e mungesës llogaridhënies brenda sistemit prokurorial të Kosovës. Për shembull po përmendi një fakt. Jo kryesuesi aktual, po kryesuesi i kaluam kishte qenë anëtar i Këshillit Prokurorial të Kosovës më herët. Ligji përcakton që anëtari i Këshillit Prokurorial të Kosovës ka drejt vetëm një mandat. Pasi që kishte kryer atë mandatin si anëtar i Këshillit Prokurorial të Kosovës, ishte kthyer si kryeprokuror në prokurori në prokurorinë themelore të Gjilanit dhe përkundër faktit që ligji decidivisht ndalonte, ai u kthye si anëtar i Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe u bë kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës. Edhe këtu në rastin konkret do thotë, nuk është çështja tek një emër i caktuar, është çështja tek ligji, është çështja tek qartësia e ligjit i cili shkelet me lehtësi. Pas kanë bë ligje për t'i akomoduar interesat e veta mjaft mirë. Do thotë fatkeqësisht mungesa llogaridhonies ka qenë aq e madhe saqë ka qenë interpreton taksativisht situatën, ligjet i pas kanë bë për akomodim të Në fakt është çështja, është mënyra se si sillet sistemi prokurorial i Kosovës. Për shkak se ligji ka qenë në fuqi dhe ka qenë mjaftuar shumë i qartë. Dhe ligji ka thënë që anëtari një person ka drejt një mandat në Këshillin Prokurorial të Kosovës. A bën vepër penale ai prokuror vetë që e nis. Po tash për shembull jemi brenda sistemit prokurorial të Kosovës. Dhe a mundi prokuror tjetër me ex officio me nis? Realisht do thotë mundet në shumë situata, mirë po që kjo nuk ndodh për shkak të kësaj mënyrës të korporatizmit si funksionon. Ne për shembull tek betimi për drejtësinë shtunë ne patëm një hulumtim që tashmë janë krijuar dilema nëse në prokurori speciale lëndë po ndohen përmes sistemit të menaxhimit informativ të lëndëve siç ndohen në krejt prokurorit, apo po ndohen nga kryeprokurori. Si është çështja? Zavend kryeprokurori thot në mbledhje të Këshillit Prokurorial të Kosovës që lëndët nuk janë duke u ndorë përmes milit, por janë duke u ndorë përmes zyrës së kryeprokurorit. Kjo është deklaruar publike në mbledhje të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Më pastaj jep arsyet e veta. Kemi problem. Ideja sistemi për menaxhimin informativ të lëndëve, për ata që se din, është një sistem automatik i digitalizuar që ndër të tjera bën ndarjen automatike të lëndëve. Regulativa është e tillë që duhet me u siguru që askush nuk e desh kur deponohet një lëndë, cilët gjyqtar apo cilët prokuror do t'i bi. Për shkak se unë mund t'jem mek me ty dhe mos ta supozoj që kur të më vije padia, me tra padia ti me trajtu, dhe për këtë arsye do të madje Këshilli Gjyqësor i Kosovës i ka ndërmarrë gjitha mosat e tjera plotësuese. Për shembull, nëse ty të bie lënda, mirë po ne ti kemi konflikt interesi, jemi familjar ta zon. Në sistemin gjyqësor atëherë të merret ty lënda, futet apet në sistem që ndarja edhe e dyta ndarje do të thotë të jetë automatike. Dhe ndarja do të thotë dyshimet në lidhje me ndarjen e lëndëve janë një burim serioz i korrupsionit. Dhe përkundër që patëm këtë lloj deklarate, që më pastaj pa disa arsyetime kemi pas probleme server, kemi pas problem e tjerë, tash sistemi prokurorial në tërësi thoshte jo, lëndë ndodh vetëm me smel. Pra nuk pat asnjë elaborim të asoj çfarë ka ndodhur në raport me atë çfarë tha
vetëm e izoluan dhe përgjigjja e vazhdueshme ishte gjithallon të ndodhen me smel. Askush nuk tregoi se çfarë ka qenë e deklarat e Zaventës kryeprokurorit në mbledhjen e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Pro nuk e ndjen të nevojshme me dhënë një sqarim publik adekuat përkitazi me këtë situatë. Mirë po, e gjithë këtë situatë u më jap drejt mu me kritikuar dhe jo qeverisë, dhe jo politikës, dhe jo aktorëve politik. Mediat, gazetarët, e kanë një mediat, gazetarë, shoqëria civile. Kërkesa për llogaridhënie është legjitime. Është kërkesa për llogaridhënie dhe deklaratat e përfaqësuesve të shoqërisë civile, të mediave, të analistëve, të zëllav kritik, avokues e tjerë. Dallojnë nga politika. Dallojnë nga politika për shkak si nata me ditën. Definitivisht, dhe kjo duhet kuptuar për shkak se nëse në rastin tonë është kërkesë për llogaridhënie dhe avokim për përmirësim, për progres, deklaratat të tilla nga ana e politikanëve definitivisht janë ndërhyrje. Definitivisht janë ndërhyrje dhe që cënojnë besimin ato institucione. A ishte kjo qeveri që pati përpjekje në base më shumë të ndërhyrë në sistemin e drejtësisë, duke i akuzuar vazhdimisht sistemin me emra dhe mbiemra, prokurorët, gjyqtarët, gjykatën kushtetuese, gjithë sistemin në një mënyrë ose tjetër. Në fakt do të thotë më në një periudhë caktuar kohore u pasbu aq normale që të akuzohet prokurori, veçanërisht prokurori i shtetit dhe më pastaj edhe gjykata kushtetuese, edhe gjyqtarët në raste të caktuara, saqë më në një farë forme nuk përbënte lajm. Dhe definitivisht se është fatkeqësi që të ndërtohet si standarde të tilla. Edhe të kaluarën ka pasur raste kur ka pasur ndërhyrje, mirë po kanë qenë, do thotë, kanë qenë të izoluara, Jo kanë qenë të njerë edhe në sytë e publikut, po. Jo kanë qenë për shembull ish kryeministri Haradina i thoshte ish prokurori Bllakaj Pishpirek. Do thotë kishte deklarata në kuvend e mytën këtë pandehur të e bojt në për seanca, në për gjykatë të tjera, mirë po ishin të izoluar, nuk ishin sistematike. Asnjë prej tyre nuk rezultoi me emra të gjyqtarëve dhe të prokurorëve në hapësira publike, që definitivisht do thotë ky eskalim ka ndodhur me këtë qeveri që po e ritheksoj përpos që e dëmton besimin e publikut në këto institucione, dërgon edhe një mesazh negativ në kulturën e funksionimit institucional dhe që rrezikon që të ndërtohet si një precedent jashtëzakonisht i rrezikshëm për të ardhmen. Sa problem për ju si observues, po them, edhe si njohësi mirë, zbatimi i ligjit përgjithësi në Kosovë? Tash, nëse flasim për shembull, sa shembull është problem, edhe sa është i domosdoshëm, konsenzusi madh shoqëror që kur të është në pyetje zbatueshmëria e ligjit të mos vihet në diskutim këtë çështje, të mos mbajnë konferenca shtypi për të bërë avokati i atij apo i këtij, për të besuar thjesht në sistem. Fatkeqësisht do thotë ne nëse flasim kuptimin e ligjeve të cilat ndërlidhen me sistemin e drejtësisë, politikave antikorrupsion e tjerë, ne vazhdimisht e kemi pasur të cila qeveri e ka pasur një farë lloj logjike që në momentin kur s'ka prodhuar rezultate për qëllime elektorale e ka ndryshuar një ligj. Dhe kjo tash është përkundër faktit që ligji paraprak ndoshta nuk është zbatuar asnjëherë. Dhe tash kjo situatë na ka krijuar që kemi shumë ligje pak zbatim. Dhe problemet do thotë në kuptim të zbatimit të ligjit janë evidente në shumë fusha. Për shembull do thotë nëse flasim për trajtimin e rasteve të korrupsionit. Po i përmend dy problematika për shembull në raport me trajtimin e këtyre rasteve. E para është mënyra se si bëhet hetimi. Dhe kjo më pastaj rezulton me dështimin e rasteve në gjykatë. Për çfarë arsye? Hetimi i prokurorit të shtetit në shumicën e rasteve më tepër i ngjon një hetimi administrativ se një hetimi penal. Si? Për çfarë arsye? Për me e thjeshtëzu. Hetimi administrativ do thotë bëhet i ngjon për shkak se thjesht e merr dosjen e një tendere të caktuar dhe shikon dosjen do s'ta ka kundërligjshmëri, çka nuk po përputet, do thotë brenda asaj çka gjen në dosje. Mirë po nuk më përgjigj mua.
nuk i merr do të thotë mosa përcjellse, mosa komunikimi, mosa për me u ditë se cili është relacioni im si zyrtar publik me ty si biznesmen. Për provu me prova materiale. Për shkak se në vepra penale nuk mjafton vetëm të thonë që vendimi ka qenë i kundërligjshëm. Duhet edhe doshja të provohet doshja se un kam dosht me atë vendim të fitoj vet, të fitoj tjetër apo të dëmtohet dikush. Dhe ndërsa në një numër të konsiderueshëm të rasteve, rastet dështojnë në gjykatë për shkak se gjykata thotë po ka qenë e kundërligjshme, po prokuroria nuk e ka dëshmuar fajsin, nuk e ka dashjen. Numër jashtëzakonisht jo të vogël. Në ligj për shembull, definitivisht po. Për shkak tjetër për shembull është që përkundër faktit që në shumë raste kemi të gjykata pal tjetër, prokuroria, definitivisht po. Janë të ndara. Definitivisht po dhe gjykata nuk duhet të mbaj anë prokurorisë për shkak se atë cenohet e drejta për gjykim të drejtë. Në shumë raste të tjera për shembull kemi që përkundër faktit që dëmi është i precizuar, prokurori nuk bën kërkesë për konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepër penale. Tash ne kemi një ligj për shembull në fuqi, ligji për kompetencat e zgjeruar për konfiskimin e pasurisë të përfituar me vepër penale, që është një ligj jashtëzakonisht i fuqishëm. Çfarë është ky ligj? Thotë që efektet e tij? Po thuaj se zero. Do thot vetëm do një rast përjashtimor është zbatuar. Shin dalë Absolut kërkosh. Do thot në rastin konkret, thjesht çka kërkohet në rastin konkret? Kërkohet që për një numër të caktuar të veprave që bëjmë pjesë në këtë ligj ku hin edhe korrupsioni një person të shpollet fajtor. Nuk është fore relevante se sa dënohet ai. Ai mund dënohet në vërejtje gjyqësore, mund dënohet me 100 euro gjop. Mirë, po ai është fajtor. Në këtë rast, ky ligj ja mundson prokurorit të shtetit që të shkojë në gjykatë dhe të thotë gëzimi ka këtë pasuri dhe t'ja listoj pasurinë. Dhe ta dërgoj në gjykatë dhe unë obligohem më pastaj me e dëshmu lishmërinë e asaj pasurie, prejardhjen e asaj pasurie. Do thotë ky ligj është në fuqi nëse nuk ka bëj që nga viti 2013. Dhe më pastaj do thotë është miratuar në ligjëri, mirë, po që është i pazbatueshëm në praktikë, pa asnjë arsye. Pas zbatim randit të ligjit nuk ka asnjë gjë, pa siguri juridike, nuk ka kurrë gjë që mund të synohet në pikpamje të normalitetit, një demokracie funksionale, një shteti demokratike të mirëfillt. Cili kryeministri duhet Kosovës, jo me emra, po çfarë lloj kryeministri duhet Kosovës, çfarë lloj politike që ta shtyj përpara, ta dinamizoj çështën e zbatueshmërisë së ligjit dhe t'jap kuptim kësaj çështje në përmasa tepër të mëdha dhe prioritare. Fillimisht i duhet një kryeministër që drejtësinë e kupton si bazament gjitha fushave të tjera dhe e kupton edhe si nevojë shoqërore. Për shkak se në shumë raste do thotë për te çdo diskutimi qytetari kërkon zgjidhje në rastin e tij, në prunën e tij, në çështjen e tij, në pagën e tij etj. Një kryeministër do të thotë i cili i njeh praktikisht nevojat që ka sistemi i drejtësisë dhe punon bashkë me sistemin e drejtësisë dhe me të gjithë aktorët relevant që duke e respektuar vazhdimisht kushtetutën i njëjti e përmirëson sistemin e drejtësisë. Çështja e sistemit të drejtësisë duhet që të jetë prioritet edhe në kuptim buxhetor. Nuk po them se janë shumë keq me buxhet, për shkak se ka përmirësime në këtë drejtim. Ndihmëse nuk. Mirë, po duhet të ketë kapacitete ndihmëse, duhet të ketë resurse, duhet të ketë angazhim për rritjen e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar, për shkak se veprat komplekse, krimi i organizuar etj. Kërkojnë definitivisht një bashkëpunim rajonal dhe ndërkombëtar, edhe që duhet të angazhohet në këtë drejtim. Në anën tjetër, duhet të theksuar një çështje. Sundimi i ligjit nuk janë vetëm gjykatat. Është krijuar tash një farë percepsioni brenda administratës publike. Që reduktohet vetëm te gjykatat, jo? Definitivisht, dhe është krijuar një farë percepsioni që si po ka të lashë diçka me një çështje të caktuar, okay, shko fiton gjykat. Dhe do thotë kjo situatë tash në këtë situatë çfarë jemi, tash nuk është ideja që ne nuk mundemi me i bëni 1000 gjyqtar apo 2000 gjyqtar. Ideja është që vendimet gjyqësore të kenë peshën e vet institucionale. Nëse është vendosur një standard që veteranëve u takojnë edhe pensioni i veteranit, edhe pensioni i moshës apo kontributës, ai duhet të jetë si standard dhe duhet të aplikohet nga administrata dhe mos detyrohen qytetarët që të shkojnë
në gjykatë. Pse s'dodh kjo punë? Është ngjashëm do thotë si tek kontrollata kolektive. Thjesht po mos batem. Një animozitet i llojit vet. Për shkak se dihet vendos gjykata nuk respektohet. Në fakt vendimi është i konfirmuar nga gjykata supreme. Supreme, po. Çfarë i bie kjo? I bie se dihet cili do të jetë epilogu i secilit rast individual. Dhe edhe në këtë situatë, do të ketë edhe pasojë, do thotë, edhe të rastet e veteranëve, edhe pasojë në raport me veteranët, edhe në raport me buxhetin. Definitivisht është fatkeqësi nëse i sheh personat e shtyrë në moshë, do thotë duke e bërë këtë gojle. Ashala është e papranueshme për dikë vërtet që ka luftuar. Definitivisht se po. Dhe të gravitoj rrugëve poshtë përpjet të avokoj për drejtën e vet ligjore. Asgjë më pak. Të duket në rregull kjo? Definitivisht është po them, Tazon për shembull. Nëse do kishte një situatë që nuk është shumë e qartë, çështja dhe rasti shkon në gjykatë. Në rregull, e presim vendimin e gjykatës. Po në momentin kur vendos gjykata, rastet e tjera që shkojnë janë veç barë buxhetore, barë administrative dhe vujtje shtesë për qytetarët. Për shkak se më kuptohet cili do të jetë epilogu. Do thotë sakdin, një person se si përfundojnë rastet e kontratave kolektive, do thotë e ka shthurur do thotë edhe nivelin e planifikimit nga ana e komunave. Do thotë ka kriju probleme jashtëzakonisht të mëdha dhe që arsyetimi i tyre është thotë këto kontrolla do të janë të kundërlidhshme, janë nënshkruar nga një ish-ministër, nuk janë nënshkruar nga unë. Po shteti duhet të ketë kohezion. Definitivisht se po, do thotë vula është e shtetit, nuk është e një kryeministri të caktuar apo e një ministri të caktuar, ministri apo kryeministri gjersa janë në pozitë, ata nuk përfaqësojnë emrin e vet, ata përfaqësojnë institucionin, pozicionin dhe për atë përfaqësim paguhen, do thotë marrin pagë, mirë po është fatkeqësi definitivisht edhe kur diskutojmë aspekte të tilla. Të falenderoj shumë për këtë nëse mund të them shpjegim, sepse për drejtësinë mund diskutojmë segmentet e saj, nivelet e gjykata, funksionalitetin e tyre, si mund bën bazë gjykatësit me të specializuar në me ekspertiza të ndryshme, me aftësi, me trajnime të ndryshme, ndërkombëtare, vendore, pse jo, sepse një gjyqtar nuk mund të di të gjitha çështjet apo jo. Secili prej neve kemi nevojë për të aftësuar në një lëmi më specifike. Kënaqësi, faleminderit. Faleminderit, gëzojmë shumë. Faleminderit, kënaqësi. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.